Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale e konsideron si padrejtësi faktin që ata të cilët luftuan për lirinë e Kosovës duhet përballen me gjykatën në Hag për të vërtetuar se lufta për liri nuk është krim. Duke shprehur mbështetjen maksimale për Hashim Thaçin, Rama e konsideron si turp për drejtësinë ndërkombëtare atë që ndodh në Hag. A nuk është e tmerrshme ta mendosh se shpëtimtarët e një kohe kur vetë ekzistenca e Kosovës ishte në teun e thikës së gjatë padrejtësisë historike ndaj shqiptarëve, duhet paraqiten para një gjykate të dalë krejt nga objekti për të cilin u ngrit për të dëshmuar se lufta për liri nuk është krim, se rebelimi ndaj një diktature nacional socialiste nuk është faj, se shteti i ri e sovran i Kosovës nuk ka dalë nga barku i një ndërmarrje kriminale, po nga gjaku i një ushtrie çlirimtare? Çfarë turpi për drejtësinë ndërkombëtare dhe edhe më zi për shqipsharësit digjital, tifoz të verbuar prej budallakisë kinse patriotike që edhe mbrapa hekurave të kësaj padrejtësie ulëritëse e shohin dhe trajtojnë Hashim Thaçin si armik politik, e urojnë të mos dalë më kurrë prej aty. Ndërkohë që kur atyre tu jetë harruar nami e nishani dhe asaj gjykate, t'i ketë mbetur vetëm njolla e turpit historisë. Emri i Hashimit do të mbetet përgjithnjë si emri i njeriut që u bë njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, shkruan kryeministri Rama.